Këtë javë, zonat e Sierrave në Goriçan të Beratit përjetuan përmbytjet e katërta që nga nëntori i vitit 2025, duke shkatruar serat e fidanishteve dhe duke krijuar një situatë kritike për fermerët. Sipas tyre, investimet e bëra për mbjelljen e 1 hektari me kultura të hershme, si domate dhe trangulla, arrin deri në 25.000 euro. Përmbytjet e fundit kanë asgjësuar të gjitha serat, ndërsa lagështia e tepërt dhe dëmtimi i strukturave e bëjnë të pamundur rikuperimin pa procedura të kushtueshme tharje dhe dezinfektimi. Efektet janë të dukshme dhe në treg. Eksportet e zarzavateve në janar 2026 u përgjysmuan nga përmbytjet dhe ngricat e vazhdueshme në qarqet e Beratit, Lushnjës dhe Fierit. Fermerët shqiptar nuk marrin subvencione dhe nuk janë të siguruar, duke i lënë ata të ekspozuar ndaj humbjeve. Nga ana tjetër, kompania Devol Hydropower theksoi se shkarkimet e kontrolluara nga rezervuaret e hidrocentraleve të Banjës dhe Moglicës nuk janë shkaku kryesor i përmbytjeve. Sipas kompanisë, prurjet e ujit ishin mbi mesataret historike dhe shkarkimet e hidrocentraleve u kryen brenda parametrave të sigurisë, duke reduktuar rrezikun për zonat poshtë lumit. Megjithatë, fermerët kërkojnë mekanizma të qartë paralajmërimi dhe dëmshpërblimi, pasi frekuenca e goditjeve klimatike po e bën të pamundur çdo rikuperim të shpejtë. Situata e Goriçanit tregon një efekt domino, humbje e prodhimit, çonërritje të çmimeve në treg, ulje të eksporteve dhe presion të madh financiar mbi familjet bujqësore.